Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit dhe të shikojmë parashikimin e yjeve për ditën e martë 7 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, të martën dash, kthimin e prapavijë i Neptunit në shenjën tënde të fton të ndalesh dhe të reflektosh mbi rrugët që po ndjek. Është momenti ideal për të bërë vetes një pyetje të rëndësishme. Apo ecën drejt asaj që dëshiron vërtet, apo thjesht po përmbush pritshmëritë e të tjerëve. Mund të kuptosh se pa e vënë re, ke luajtur një rol për të përshtatur me situata ose njerëz. Tani shkoa të heqësh maskat e të tregosh versionin tënd më të sinqert. Besoji intuitës, dëgjozin e brendshëm dhe mos ki frikë të pranosh atë që dëshiron me të vërtet. Sa më autentik të jesh, aq më të qarta do të bëhen hapat e ardhshëm në jetën tënde. Demi, me 7 korrik dem, hëna hyn në shenjën tënde dhe sjell një ndjenjë qetësie pas disa ditësh të mbushura me lëkundje dhe pasiguri. Tani fillon të ndihesh më i qëndrueshëm dhe më në harmoni me veten. Është koha ideale për të marrë frymë thellë, për të çlodhur dhe për të përqendruar te gjërat që të japin siguri. Në të njëjtën kohë, Neptuni në prapavijë të ndihmon të shohësh më qartë një situatë që të ka pushtuar mendjen prej kohësh. Edhe nëse sot nuk e ke të gjitha përgjigjet, mos u shqetëso. Me kalimin e javëve dhe muajve të ardhshëm, gjithçka do të fillojë të marrë kuptim. Besoj procesit, ruaj durimin dhe lejo që e vërteta të zbulohet natyrshëm. Binjakët. Kjo e martë binjak është dita për të qenë plotësisht i sinqert me veten për objektivat e tua afatgjata. Gjatë kësaj periudhe ke ndryshuar, ke fituar përvoja të reja dhe e rritur si person. Për këtë arsye mund të kuptosh se një ëndër ose synim që dikur të motivonte shumë, këtë të martë nuk të ngjall më të njëjtin entuziazëm. Mos e shiko këtë si një dështim, përkundrazi, është një shenjë se edhe ti ke evoluar dhe prioritetet tua kanë ndryshuar. Merr pak kohë për të reflektuar mbi atë që dëshiron në këtë fazë të jetës. Çfarë të bën të ndihesh i plotësuar? Ku do të doje të investoje energjinë dhe kohën tënde? Edhe mënyra se si e përfundon suksesin mund të ketë ndryshuar. Lejoji vetes të vendosë synime të reja që përputhen me personin që je sot, dhe jo me atë që ishe dikur. Ky reflektim do të të ndihmojë të ndërtosh një të ardhme autentike dhe më të kënaqshme. Gaforia. Këtë të martë gafore, do të përqendrohesh te karriera dhe ambicet e tua profesionale. Është një ditë që të fton të reflektosh thellë mbi atë që e quan sukses. A është vizioni që ke ndërtuar për të ardhmen vërtet dëshira jote, apo është ndikuar në pritshmëritë e familjes, shoqërisë ose njerëzve që të rrethojnë? Mund të kuptosh se ke ndjekur një rrugë vetëm sepse ke menduar se kështu duhet? Tani është momenti të çlirohesh nga presioni për të përmbushur ëndrat e të tjerëve dhe të përqendrohesh tek ajo që të bën ty të ndihesh i realizuar. Mos u krahaso me askënd dhe mos lejo që opinionet e të tjerëve të përcaktojnë vlerën tënde. Qëllimet e tua profesionale mund të jenë krejt ndryshe nga ato të njerëzve përreth, dhe kjo është plotësisht normale. Besoj rrugëtimin tënd, sepse suksesi i vërtet është ai që të sjellë kënaqësi dhe përmbushje personale. Luani. Luan, Neptuni në prapavijë aktivizon sektorin e filozofisë, bindjeve dhe mënyrën se si e sheh botën tënde. Kjo e martë mund të sjellë një zim të rëndësishëm, duke të bërë të vësh në dyshim disa ide ose besime që i ke mbajtur të vërteta për një kohë të gjatë. Mund të zbulosh se diçka që e konsideroje fakt rezulton të ketë qenë vetëm një iluzion. Edhe pse kjo mund të të ndronë ditë në fillim dhe të bëjë të rishikosh mënyrën se si sheh njerëzit, jetën apo të ardhmen, mos u frikso nga ky proces, çdo e vërtet që del në dritë të ndihmon të ndërtohesh mbi baza më të forta. Prano se ndryshimi i mendimit nuk është dobësi, por shenjë pjekurie. Universi po të fton të heqësh dorë nga pritshmëritë e reme dhe të përqafosh realitetin ashtu siç është. Edhe nëse kjo periudhë të sjell pak siguri, ajo do të të ndihmojë të krijosh një të ardhme më të qëndrueshme, sepse nuk mund të ndërtosh një jetë të fortë mbi iluzione. Ky është fillimi i transformimit që me kalimin e kohës do të rezultojë në dobinë tënde më të madhe. Virgjëresha. Virgjëresh, është koha të shohësh marrëdhëniet e tua me sy më realist. Me hyrjen e Neptunit në prapavijë më 7 korrik, fillon të fitosh një qartësi të re për një lidhje të rëndësishme në jetën tënde. Ajo që deri dje e shihje përmes idealizimit ose shpresës, tani nis të shfaqet ashtu siç është në të vërtetë. Kjo energji është si një thirrje e universit për të zgjuar dhe për të mos u mbështetur vetëm tek dëshirat apo pritshmëritë. Nuk do të thotë se duhet t'i japësh fund një marrëdhënieje, por është e rëndësishme të përballesh me realitetin, pa justifikime dhe pa mbyllur syt ndaj problemeve që mund të kenë ekzistuar prej kohësh. Bëj vetes pyetje nëse kjo marrëdhënie të ofron atë që meriton dhe nëse të dy po esin në të njëjtin drejtim. Sinqeriteti me veten dhe komunikimi i hapur me personin tjetër do të jetë çelësi për të forcuar lidhjen ose për të kuptuar se çfarë duhet të ndryshojë.
Çdo e vërtet që zbulon tani do të të ndihmojë të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme në të ardhmen.